Harmonia ndërmjet çiftit, gjinia femërore dhe gjinia maskullore. Dëgjoj deri në fund këtë video se të intereson. Balanca e vërtet mes burrit dhe gruas është kjo. Burri sjell forcën e tij të brendshme, por jo si pushtet mbi gruan, por si mbrojtje dhe përgjegjësi. Gruaja sjell dritën e saj të brendshme, por jo si në ndriçim dhe në shtrim, por si frymëzim dhe butësi. Bashk ata krijojnë një rrjedhë dashurie ku secili jep dhe merr në barazi. Kur burri dhe gruaja janë në balancë, ata nuk luftojnë kush ka më shumë të drejtë, por gjejnë një zgjidhje së bashku. Nuk shohin njëri tjetrin si rival, por si aleat. Nuk shohin dashurinë si sakrificë, por si gëzim. Unë kam kuptuar se shumë nga plagët e mia erdhën nga pabarazia mes burrit dhe gruas në familjen time. Nga babai i dobësuar dhe nga nëna e mbigarkuar, por sot di që ka një mënyrë tjetër. Ka një dashuri ku burri është burr dhe gruaja është grua, jo armiq, por partnerë që rrisin njëri tjetrin. Kjo është dashuria që shëron. Këtë do ta gjeni tek libri Nga hijet në dritë. Një libër i ri që mund ta porositësh tek numri 0030 699 321 46 37. Është i përshtatshëm për të gjitha gratë, por akoma dhe për burrat, sepse dhe ti burr u rrite, u linde nga një grua. Ju falenderoj.